Urimi im në këtë ditë është gëzuar festën e Kurban Bayramit. Zoti pranoft adhurimet tuaja, Zoti pranoft sakrificën, kurbanet tuaja, Zoti sjell të harmoni, mirësi dhe begati në familjet tuaja. Mesazhi im në këtë festë është në fillim të rregullojmë raportet tona me Zotin e lartësuar, krijuesin e gjithësisë, i cili na ka sjellë në jetën e kësaj bote dhe na ka begatuar me mirësi të shumta. Dhe mesazhi tjetër është që ne duhet të rregullojmë raportet tona me njerëzit të cilët jetojmë, sidomos raportet familjare, prind-fëmijë dhe fëmijë-prind, edhe me farefisin, sepse jetojmë në një kohë që shikojmë që njerëzit janë larguar larg bërthamës së familjes, larg farefisit, dhe le të jetë kjo ditë e fesës, ditë e rregullimit të raporteve prind-fëmijë edhe farefisni edhe shoqëri. Kurbani është një adhurim shumë i madh në Islam, edhe kam një këshillë për besimtarët të cilët e kanë bërë një jetë për të thërur kurban, ta ruajnë këtë adhurim duke mos e reklamuar shumë në rrjetet e tyre sociale, sepse qëllimi i kurbanit është afrimi tek Zoti, është bindja ndaj Allahut madhruar dhe është një sakrificë për të cilën ai i cili e ruan këtë adhurim, Allahu i madhruar ka përgatitur shpërblime shumë të mëdha. Sa më shumë bujari, sa më shumë solidaritet në këtë ditë me njerëzit të cilët janë në nevojë, por edhe me njerëzit të cilët na rrethojnë, sepse kurbani është një adhurim i cili përfshin edhe të pasurit edhe të varfrit në këtë festë. Ne nuk e përfundojmë festën e Kurban Bayramit me faljen në xhami, por do të vazhdoj një festë shumë e bukur për herë të parë në qytetin tonë, tek Odeoni i qytetit, do të organizohet një festë për fëmijët me rastin e festës së Kurban Bayramit, dhe gjej rastin të bëj një kërkesë dhe një ftesë për të gjithë teleshikuesit janë të mirëseardhur të marrin pjesë në festën e Kurban Bayramit tek Odeoni përballë bashkisë.